Alketa, të përshëndes, për çfarë akuzohen konkretisht nga ana e prokurorisë posaçme 3 personat e akuzuar? Të përshëndes, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka përfunduar një hetim sa i përket 3 punonjësve të policisë në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, lidhur me si pjesëtar të një grupi kriminal i cili merrej me trafikun e drogës nga Shqipëria në drejtim të Greqisë. Janë marrë 3 të pandehur në total, konkretisht ata si Erdit Haziza, Shkëlzen Ruska dhe Ervis Ali Sinana, sa i përket Erdit Haziza, ky fundit ka padur në fakt ka qenë drejtues komisariatësh për shumë kohë në disa komisariate të vendit, ka qenë edhe kandidat i Partisë Demokratike për Bashkinë Roskovec në zgjedhjet e vitit 2023. Ndaj tij Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka ngritur 4 akuza që lidhen me trafikimin e rëndëve narkotike, me grupin e strukturuar kriminal, me kryerjen e veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, si edhe për shpërdorim detyre. Janë këto akuza që i atribuohen Hazizajt, ndërkohë që ka zbritur tashmë kërkesa në Gjykatën e Posaçme Antikorrupsion, ku SPAK kërkon që këta 3 shtetas të gjykohen lidhur me veprimet hetimore që ka kryer Prokuroria e Posaçme përgjatë kësaj periudhe. Sa i përket rrethanave të faktit, SPAK ka dokumentuar në fakt disa episode të trafikut të kanabisit në disa pika të kalimit kufitar, në 2 pika të kalimit kufitar që lidhen Shqipërinë me Greqinë. Konkretisht një episod bën fjalë për vitet 2019-2021 në zonën e Sarandës, ku sipas Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion ka vepruar një grup i strukturuar kriminal i përfshirë në kultivimin dhe në trafikimin e lëndëve narkotike, ku anëtarët e këtij grupi sipas Prokurorisë Posaçme kishin detyra specifike qoftë në sigurimin dhe transportimin, por edhe në trafikimin e drogës, pra të sasive të mëdha të drogës drejt shtetit grek. Është dokumentuar në fakt kalimi i 2 sasive të mëdha në vlerën 1.7 milion eurove. Konkretisht është kaluar 1 ton kanabis i papërpunuar dhe 4 ton i përpunuar në formë çokolate kanabis sativa. 2 sasi të mëdha këta që u sekuestruan pak vite më parë në pikën e kalimit kufitar Qafbo dhe ku arrestuan 2 shtetas italianë dhe tashmë janë dënuar nga autoritetet greke, ndërkohë që sipas hetimeve të kryer nga organi i akuzës, anëtarët e këtij grupi të strukturuar kriminal kishin krijuar edhe kontakte dhe lidhje shoqërore me policinë e shtetit, madje Erdit Haziza në ato kohë, i cili mbante detyrën e specialistit në sektorin e hetimit në mbulim, konkretisht në drejtorinë e forcave operacionale, ky fundit ndihmonte me informacion, por edhe ndihmonte me kalimin e lëndëve narkotike antarët e grupit të strukturuar kriminal që si thash vepronte në zonën e Gjirokastrës dhe të Sarandës, ndërkohë që një tjetër episod i dokumentuar nga ana e Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion me prova, por edhe me pamje filmike të cilat janë marrë edhe nga bisedat nëpërmes aparateve celulare që janë bërë përmes këtyre personave, i përket periudhës dhe datës 1 tetor vitit 2020, konkretisht në rrugën mes fshatit Dukaj dhe fshatit Salari të Tepelenos, ku drejtoria vendore e policisë Gjirokastrës zbuloi një tjetër sasi të madhe kanabisi, konkretisht u sekuestrua 1360 bim kanabis me peshë totale rreth 1.2 ton, të cilat u sekuestruan aso kohë dhe u shërbyen pothuajse si provë materiale për Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion. Sa i përket 3 të pandehurve, të cilat siç thash një herë kanë zbritur tashmë për gjykim për disa vepra penale, SPAK thotë se ata gjatë vitit 2020 në kundërshtim me detyrimet ligjore dhe funksionale si punonjës të policisë së shtetit kanë kryer veprime dhe mosveprime që kanë cënuar rënd funksionimin e rregullt të strukturave policore, duke mos marrë veprime apo masa për parandalimin e këtij aktiviteti kriminal në kultivimin e trafikimin e narkotikëve, apo edhe veprime të tjera pothuajse të kundralishme që janë kryer nga ana e tyre, ku siç thash janë disa episode të cilat janë faktuar tashmë nga struktura e posaçme dhe që janë vënë në dispozicion përmes fashikujve hetimor, janë vënë në dispozicion shkallës së parë të gjyqësorit dhe kërkohet kalimi i kësaj dosje për gjykim. Megjithatë do të mbetet Gjykatës Posaçme Antikorrupsion të vendosë tashmë një herë pasi thithet shorti elektronik pranë shkallës së parë të gjyqësorit për të përcaktuar zyrtarin e hetimit paraprak dhe më pas të marrë në shurtim të gjitha veprimet hetimore apo edhe provat pothuajse që ka kryer deri në këtë fazë SPAK, ku do të shihet në rast se janë kryer apo jo në mënyrë të lishme dhe për të parë në fund nëse do të ketë një vendim për kalimin e kësaj çështje për gjykim apo në rast do të rikthehet edhe një herë pranë Prokurorisë së Posaçme për të plotësuar hetimet munguara. Faleminderit Alketa Shaba për raportimin.